Do diskutojmë tani sërish në lidhje me konfliktin në lindje mesme dhe në efektet në ekonomin tonë, por njëkohësisht dhe shojmë edhe në aspektin geopolitik. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Emilio Çika, ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Zoti Çika, mirë se erdhët. Kënaqësi e veçantë. Ta nisim me rezolutën vetëm pak momente më parë, ku vendi i Shqipërisë me propozimin e mazhorancës miratoi rezolutën për shpalljen e Iranit, shtet financues të terrorizmit. Mos po bëjmë hapa që baset e s'na takojnë, apo jemi në me partnerët? Shqipëria krahasimisht me vendet e tjera ka një status në të cilin për arsye të sulmeve të vjetra në aspektin teknologjik dhe atë të dhënave vetjake, Shqipëria ka ndërprer marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Dhe në këtë kontekst, do thoshja që edhe një aktivitet i tillë që ndërmori parlamenti edhe mazhoranca në të rësi kanë një farë, do thoshja, logjike. Por, në ana tjetër, sigurisht që ndoshta besoj se ka një rakordim me ata që janë aleatët ndërkombëtare apo aleatët strategjik të Shqipërisë dhe dua të shpresoj që është në këtë kuadër me brenda një siç u thash një rakordimi me vendet e NATO-s, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo edhe me aleatë të tjerë strategjik. Dhe edhe pse s'kemi shumë të dhëna në aspektin e publik, dua ta marr të mirëqen këtë fakt. Pastaj është politika shqiptare dhe politika, do thoshja, e jashtme shqiptare, e cila vendos prioritetet e marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet dhe specifikisht edhe me Iranin. Dhe në këtë kuadër është një vendimarrje politike e cila duhet parë në këtë prizëm dhe në atë të rakordimit me aleatët ndërkombëtar. Kaq është s'kemi dhe shumë të dhëna në aspektin e atyre të cilave flasim, cilat kanë qenë bisedimet me aleatët ndërkombëtar, ka patur me kryesisht me ata europian në aspektin edhe të NATO, sepse nga ana tjetër shohim që pjesë e mire e vendeve europiane ose thuajse tërësia e vendeve të rëndësishme europiane janë përpjekur që të mbajnë një distancë nga përfshirja në këtë konflikt, por jo duke prishur marrëdhëniet me Iranin. Kështu që besoj se edhe uroj që të jetë në kuadrin e një rakordimi, por që ka një dhe do thoshja vendet e tjera europiane nuk kanë ose i kanë marrëdhënie diplomatike. Shqipëria i ka ndërprer prej vitesh marrëdhënie diplomatike me Iranin. Megjithatë jemi në këtë kuadër që jemi tashmë dhe shohim në vazhdimsi se si do jetë politika e jashtme shqiptare edhe në atë që është qëndrimet e saj në lidhje me konfliktin e rajon, që në përgjithësi kanë qenë të rakorduara apo të njëjtësuara me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë në teren, zoti Çika, jemi në ditën e 17 sot të konfliktit dhe nuk është se po duken shpresa ose dritë në fund tunelit, për në mënyrë që palët ulen tavolinë e diskutimeve. Mendoni se po merr një tjetër rrjedhë e gjithë ngjarja dhe që nuk parashikohen fillim realisht? Shikoni, është e vërtet edhe pse ka patur një common sense, një të përbashkët në atë që është logjika e atyre të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për aktivitetin që kanë ndërmarrë në Iran, duket që nuk janë arritur objektivat, të paktën ato të cilat ishin objektivat fillestar, të cilat kanë, do thoshja, kanë ngecur diku dhe kanë ngecur në aspektin e analizës si në atë të aktivitetit usharak, të objektivave të tyre usharake, ashtu dhe në atë të objektivave, do thoshja unë, të izolimit ndërkombëtar plotësisht të Iranit. Sigurisht, nga ana tjetër, duhet kohë të shohim edhe nëse është arritur objektivi që është goditja dhe shkatrimi i atyre të cilat ishin njësitë e prodhimit të armëve bërthamore, dhe kjo duhet parë në vazhdimsi, edhe pse nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ka një, do thoshja, një qëndrim të përbashkët se janë goditur dhe janë nxjerrë jashtë funksionit, megjithatë kjo ngelet për të parë në teren.
Dhe duhet dhe e dyta që duhet thënë është arma e fortë të cilën ka përdorur dhe ka në dorë Irani, që është ngushtica e Hormuzit, që ka sel të gjithë, do thoshja unë, trazirët ndërkombëtare dhe ato që janë trazirat edhe në tregje ndërkombëtare dhe ato që është ekonomia reale në jo vetëm në atë pjesë të rajonit, apo vetëm në ato shtetet të cilat kishin një interes të ngushtë në ato që është transporti i hidrokarbureve nga kjo ngushtic, por është një efekt zinxhir i cili ka prekur të gjitha tregjet, të gjitha ekonomit. Shohim që po lexoja para se të vinim në studio një artikull i cili bënte një analizë të ekonomisë së do thoshe ekonomisë kryesore të Bashkimit Evropian, që është Gjermania, që në situatën e tanishme pritet që të ketë një rënje të GDP-s nga 0,2 deri në 0,8 për Gjermaninë, nëse situata do vazhdoj kështu siç është dhe nëse do ndërpritet shpejt për çështje një jave ose 10 ditësh do jetë në 0,4, në rënje 0,4. Sërish efekt do ketë. Patjetër, dhe duke patur parasysh që flasim për Gjermaninë, që është lokomotiva ekonomike e Bashkimit Evropian, llogarisin dhe ato të cilat janë efektet në ekonominë e vendeve të tjera, të cilat janë akoma më shumë të ndjeshme dhe importuese plotësisht të atyre që janë burimeve energjetike, nafta, gazi e të tjera. Kështu që në këtë këndvështrim duhet thënë që lufta në Iran edhe pse ka ngecur në një farë mënyre në atë që është me sa shohim në teren deri i tani, pra edhe ajo strategjia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk po përparon ashtu siç ishte në analizën e tyre fillestare, do duhet të shihet se si duhet dal nga kjo situatë. Dhe nëse shohim ato të cilat janë skenarët e mundshëm, flasim për skenar nga ekstremi në ekstrem. Dhe çfarë dua të them nga ekstremi në ekstrem? Nga ajo që është shpallja e fitores nga të gjitha palët në një moment dhe deri në ato që është ulja apo edhe ndoshta rënja e regjimit që ka qenë një nga objektivat kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që deri tashmë edhe këtë nuk e shohim që të realizohet apo të kemi një lëvizje të brendshme politike apo edhe qytetare për të patur një goditje të regjimit politik apo edhe teokratik brenda në Iran. Kështu që situata për fat të keq ka ngecur në aspektin e mos zhvillimeve esenciale në këtë konflikt. Dhe kjo shihet pastaj edhe në konjunkturat të cilat janë geostrategjike, politike, në rajon ka kaluar, madje do thoshja unë, ju vetëm rajonin e ngushtë ndikimi i kësaj lufte, po shkon në rajon më të gjerë të gjithë Euroazisë, një nga zhvillimet të cilat mund të jetë me shumë rëndësi në ditët në vazhdim, edhe pse nuk është konfirmuar, ka pat një raportim se takimi i cili ose vizita dhe takimi që do kishin dy liderë, dy presidentët respektiv Shteteve të Bashkuara të Amerikës me atë kinez mund të anullohet në fund të muajit dhe që ishe planifikuar për në fund të muajit, gjë që sell do thoshja unë një ndikim apo një diçka e cila është jo pozitive në situatën. Ose mund të kjo që Tajvani është i radhës? Shikoni, është shpejt për të folur për këto dhe në akoma në aspektin e analizës të cilët dhe nëse do shohim se si Kina operon në atë që është çështjet e saj të sigurisë apo politika e saj e jashtme. Por momentalisht Kina është do thoshja unë importuesi ose i duen nga burimet energjetike të cilat kalojnë nga ngushtica e Hormuzit apo nga Irani drejt për së drejti, Kina ka 10 deri në 12% të nevojave ditore të saj nga nafta e cila merr nga Irani. Dhe anijet lejohen zotë që ka anijet iraniane që dalin nga gjiri i Hormuzit lejohen nga Shtetet e Bashkuara. Përveç asaj ka filluar një diskutim edhe pse në
ndoshta në mënyrë të drejtë për drejtë nuk ka diskutime ndërmjet Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ka në prapasken, të paktën kështu raportohet që ka diskutime në prapasken ndërmjet të dërguarit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Witkoff dhe elitës politike në Iran për zgjidhjen e kësaj çështje. Një problematik tjetër e madhe është përsëri e cila nuk po merr një formë ose të paktën është në planifikim, por nuk ka një gjë konkrete në atë që është dërgimi i një flotës ndërkombëtare për të siguruar atë që është kalimi i lirë në ngushticën e Hormuzit, nuk po ndodh deri tani, nuk kemi mbështetjen. Ose Shtetet Bashkuara nuk kanë një mbështetje ndërkombëtare. Me drejt kam përshtypjen. Nga NATO, nga latë europian. Latët europian kanë mbajtur deri tashmë kanë mbajtur një qëndrim politik në lidhje me konfliktin, në aspektin e asaj që sigurisht janë kundër regjimit politik në Iran, por nuk kanë marrë përsipër që të përfshihen në një luftë, madje edhe NATO europiane, po e quajnë në thonjza, nuk e quajnë si një luftë të sajër, duke patur ose duke analizuar ato të cilat kryesisht janë impakti, do thosh janë ekonomik në vendet e tyre dhe akoma më tej duke patur edhe një shohim që e gjithë kjo po sjell një trazir si financiare, si të tregjeve, si politike, si në politikën e jashtme, si në atë të zhvillimeve rajonale, ku shohim që detyrimisht për arsye të krizës e cila në një farë mënyrë e shfaqur për moskalimin apo për problematikat të cilat vinë nga situata energjitike, shohim që pati një ulje të barelit, tashmë sot po shkonte përsëri në 103 vajti sot, prapë. Djesë viti poshtë 100. Pikërisht në $100 për barel. Deklaratat e ndryshme e ndikojnë, sepse ka përqartësi madhe. Po pikërisht, nga ana tjetër sellim ose kemi ato që janë qëndrime politike që janë hequr ato që janë sanksionet kundrejt Federatës Ruse për një periudhë deri sa të vazhdoj kriza, kjo pastaj ngelet fluide, sa do vazhdoj konflikti, kur mbaron nuk është se ka një datë të caktuar për mbarimin e konfliktit. Objektivi 4 javë do bjerë, zoti Çika? Po, shikoni, unë kam qenë i qëndrimit që konfliktin nuk do zgjaste më shumë se 4 javë, të them të vërtetën, shoh që edhe ndoshta mund të kem rënë jashtë në analizën time fillestare, sepse nëse do shohim ato që janë objektivat, ose më saktë mund të bëjmë një ndarje të dy objektivave. Një objektiv është i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një objektiv është i veçantë i Izraelit në këtë konflikt. Edhe pse të dyja kanë ndërmarrë një aksion të përbashkët ushtarak kundrejt Iranit, unë shoh që në atë që është interesat e drejt për drejta të dy vendeve, Izraeli ka interesat të më vetme nga ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të realizuar ato që janë objektivat e tij. Dhe deri në një farë mënyre, objektivat e Izraelit janë arritur dhe ka një, do thoshja më shumë një objektiv për të çuar deri në atë që është zhdukja e regjimit plotësisht e regjimit politik i si është deri tashmë në Iran. Nga ana tjetër janë shkatruar një pjesë e mirë e atyre që janë objektivave ushtarak brenda në Iran. Nga ana tjetër është bërë një përçarje shumë e fortë e atyre të cilat janë të gjitha shtetet e rajonit. Ka një arritje të një objektivi brenda në Liban, ka hyrë me trupa, po shkon për të krijuar dhe ndoshta nesër deri do krijoj një zonë të ndërmjetme, një zonë. Janë edhe objektiva territoriale të Izraelit, apo thjesht luftë kundër Hezbollahut në territor? Të dyja nuk shmangin njëra tjetrën, apo nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Dhe në këtë aspekt nuk do më bënte ndonjë çudi nëse
pas këtij konflikti ose në fund të këtij konflikti, në Liban krijohet një zonë ndërmjetme ndërmjet Libanit dhe Izraelit, dhe nga ana tjetër shohim që ka një synim tashmë të përbashkët të gjithë vendeve arabike, të cilat janë ato të cilat kanë ndier pasojat kryesore të luftës në Iran. Shohim që tashmë Irani shihet si kundërshtari numër 1 i pjesës më të madhe të vendeve arabike, të gjirit të paktën, ku për arsye të goditjeve respektive të cilat ka ndërmarrë Irani, apo edhe të luftës asimetrike të cilën ka ndërmarrë Irani kundrejt këtyre vendeve, janë ndjejnë pasojat e drejtë për drejta të këtij konflikti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë larg në aspektin gjeografik për të ndjerë apo për të patur pasoja në një luftë të drejtë për drejtë. Gjithë vendet e tjera ose pasojat të ndjeni kanë ato që janë bazat ushtarake, të cilat sigurisht janë shumë të rëndësishme në rajon, apo edhe selit e tyre diplomatike, por kryesorja janë ato të cilat janë bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vendet e gjirit dhe vendet arabike për ato të cilat janë burimet energjetike dhe goditja e tyre nga Irani. Në këtë aspekt, si që thash, Izraeli arrin më shumë objektivat e tij shtetëror dhe strategjik mbi rajonin, duke forcuar marrëdhëniet ato të cilat deri para disa viteve ose konsideroheshin të paimagjinueshme që Izraeli të ishte në një bashkëpunim të ngushtë me vendet arabike. Sot shohim që janë dy palë të cilat shohin një kundërshtar të përbashkët që është Irani, dhe akoma më tej kemi një akord apo do thoshja një qëndrim politik apo edhe strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për atë që është marrëveshja abrahamike, ku është vënë tashmë jo vetëm në shina, por është për të implementuar dhe zyrtarisht në vazhdimsi, ku vendet arabike njohin zyrtarisht edhe Izraelin, gjë që më përpara, si që thash, ka qenë e paimagjinueshme që të ketë pat një njohje apo një bashkëpunim të tillë. Kështu që në këtë kontekst Izraeli shoh që arri të ketë të plotësoj objektivat e tij më shumë. Nga ana tjetër, sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë plotësisht në mbështetje të këtij qëndrimi kundrejt të Izraelit, por në këndvështrimin tim Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kërkojnë që të ketë ose nuk do ishin në interes të tyre që të ketë një luftë të brendshme civile në Iran, dhe të ketë edhe do thoshja një goditje sigurisht për regjimin politik, rënjen e regjimit politik, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nëse do lexojmë qëndrimet e presidentit Trump, mund të jenë edhe të dakordësuara me një regjim politik i përafërt me atë që është, qoftë edhe teokratik, në qoftë se do jetë në akord me ato që janë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara apo dhe qëndrimet e përbashkëta. Shpeshherë është përmendur modeli vendeve të tjera të lindjes mesme, pra ai regjim që është në ato vende të aplikohet edhe në Iran, por jo si është aktualisht. Shikoni, për ato që janë interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që do ishte diçka në arritje të objektivave të tyre. Por nga ana tjetër duhet parë edhe roli apo cili është, për të bërë analizën ndonjëherë duhet parë si historia, si konteksti social brenda në një vend, siç është Irani, është një vend me 95 milion banor, pothuajse. Dhe në kontekstin e aktiviteteve të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë në të shkuarën në rajon, nuk ngjan me asnjë. Dhe në këtë logjik, sigurisht që asnjë regjim politik në historinë njerëzore nuk ka qëndruar në pushtet vetëm nëpërmjet frikës. Ka qëndruar në pushtet edhe nëpërmjet asaj që është mbështetja apo besimi kundrejt atij pushteti nga popullata. Kështu që
sigurisht që ka një mbështetje të madhe dhe ky regjim në atë që është popullata vendase, ndaj nuk shohim vërtet ka patur revolta të brendshme, të cilat nuk ishin vetëm para disa muajsh. Ndër vite ka patur revolta të brendshme në Iran, të cilat nuk kanë arritur për arsye si të represionit të brendshëm shtetëror, ashtu edhe për duke patur parasysh që pjesë e mirë e popullsisë nuk mund të themi me e madhe apo jo, po një pjesë e mirë e popullsisë është në mbështetje të regjimit. Akoma më tej duhen parë edhe ato të cilat janë mënyra apo shtrira kapilare e sistemit nëpërmjet forcave represive të saj të brendshme në shoqëri, ku grupet që nisin që nga garda revolucionare dhe nën degët e saj, të cilët janë jashtëzakonisht shumë të fuqishme dhe me ndikim në popullat, kanë arritur që të mbajnë që nga viti 1979 pushtetin në këtë lloj pushteti në fuqi. Mbi 4 dekada. Akoma më tej është roli ose Irani është vendi me ndikim më të madh në aspektin apo si vendi më i madh ashtu edhe në aspektin gjeografik, ashtu edhe me burime të konsiderueshme, ashtu edhe me një rol, do thoshja unë, në atë që është lidhja e tij me Federatën Ruse, me Kinën nga ana tjetër, pjesë e BRICS-it dhe një aktor ndërkombëtar rajonal i rëndësishëm. Kështu që të gjitha këto në një kontekst, nëse i bashkojmë të gjitha, shohim që nuk është e lehtë thyerja e regjimit brenda, akoma më shumë në qoftë se nuk do ketë, që e shoh paksa të vështirë të ketë një ndërmarrje me trupa, me vendosje e boots on the ground në Iran, do ishte një ai do ishte rrugë pa krye. Do ishte diçka me një kosto jashtëzakonisht shumë të madhe. Vetmja mënyrë do ishte lëvizja e disa etnive. Irani në përbërjen e tij është me disa etni. Nëse do kishte etni të cilat do kërkonin një lëvizje të brendshme ushtarake, deri tashmë nuk shohim Do kishte ndodhur mbase deri tani. S'kemi shenja të tilla deri tashmë, edhe pse ne jemi mësuar në të shkuarën që kemi patur ikona vizive shumë ose thuajse në kohë reale me ato të cilat kanë qenë konflikte. Tashmë nuk kemi. Shohim shumë pak se çfarë ndodh në terren me video të shkëputura këtu apo aty, sepse ka ndryshuar dhe mënyra e raportimit apo edhe e kontrollit shtetëror në ato që janë edhe mediat sociale. Tashmë nuk janë në Iran janë të ndaluara interneti i vajti kohë të gjatë, i cili është thuajse plotësisht i ndaluar, dhe edhe vendet të tjera kanë ndërmarrë aktivitete ligjore për ndalimin e transmetimit të videove për atë se çfarë ndodh në terren. Kështu që realiteti ama nga ana tjetër, me që kemi nga raportimet ndërkombëtare, është që një pjesë e mirë e rajonit ka një efekt ose është goditur jashtëzakonisht rënd nga Irani, duke patur parasysh edhe ato që janë kapacitetet e saj raketore apo në aspektin e dronëve, të cilët Irani ka qenë deri rishtazi furnitori kryesor i luftës në Ukrainë. Ka mbajtur në një farë mënyrë Rusin me furnizimin me dronë. Megjithatë, objektivat, nëse shohim në një periudhë afatmesme, objektivat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës besoj se deri diku do realizojnë. Në radhë të parë, në ditën e nesërme do ketë një realizim të atij që është vënia në kontroll e aktivitetit nuklear bërthamor të Iranit. Kjo do hyjë në një, do thoshja unë, bizetim dypalsh, shumëpalsh, rajonal, do gjendet një formule në të cilën do ketë një zgjidhje për këtë. E dyta, besoj se do ketë një zgjidhje edhe për atë që është
roli apo se si do jetë formatimi rajonal i Iranit në të nesërmen e pas luftës, dhe këtu pastaj hynë në loj edhe ato të cilat përmenda edhe më përpara, aktiviteti apo ndikimi i Rusis dhe i Kinës në rastin konkret, të cilët janë drejt për së drejti dhe ata të interesuar për rajonin dhe ju vetëm për rajonin, sepse është në tërësi rajoni e Euroazis i cili është do thoshja njëra një kohë në studime ndërkombëtare thuaj kush zotron Euroazin, zotron botën. Kështu që në këtë kontekst zhvillimet të cilat ndodhin në këtë rajon ndikojnë në të gjithë globin dhe akoma më shumë ndikojnë edhe në zhvillime politike apo zhvillime të cilat rajonale, të cilat ndonjëherë edhe pse nuk trajtojnë ose nuk për arsye të interesit tonë këtu në Shqipëri apo të rajonit nuk preken, ka një përplasje për arsye kryesisht largësie dhe jo interesit të drejt për drejt, ka një përplasje ushtarake disa ditore, e cila po ndodh ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit. Nuk është rastësore. Nuk është rastësore as kjo. Kështu që në këtë këndvështrim janë disa balanca rajonale të cilat pleksen të gjitha me njëra tjetrën në mënyrë që të ketë një në fund një vendosje të pllakave tektonike dhe se si do vendosen këto. Dhe e fundit që do thoshja, që është dhe ndoshta interesi më i madh i të gjithë këtij konflikti, edhe pse shpeshherë nuk përmendet, është interesi ekonomik, financiar, i cili dhe i tregjeve, i cili dhe i kompanive ndërkombëtare, do thoshja unë, të shfrytëzimit të burimeve energjetike, ku gjithashtu shohim një, ose për vitet të tëra shohim një tërheqje të atyre që janë kompanit të interesave europian, të cilat po mbasin teren vazhdimësisht në rajon, duke zvendësuar nga ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është edhe një përplasje e brendshme dhe interesave, ndaj shohim dhe nga ana tjetër Europën, e cila nuk ka asnjë interes të drejt për drejt në konfliktin në fjalë. Zoti Çika, faleminderit.